Në zonën bujqësore të Myzeqes, fermerët e Lushnjës po përballen me një krizë të thellë besimi nga konsumatorët për shkak të frikës së përdorimit të pesticideve dhe stimulatorëve hormonal në prodhime. Çmimet e perimeve kanë rënë ndjeshëm, ndërkohë që mungesa e konsumatorëve ka thelluar problemet ekonomike për fermerët e tregtarët e zonës. Në tregun e Pakicë të ngritur pranë stadiumit në Lushnjë, më i madhit në qytet, produktet bujqësore mbeten pa ushitur. Tregtarët presin qytetarët me orë të tëra, por blerësit janë të pakët dhe shpesh të vetmit që shfaqen janë pensionistët, konsumimi i të cilëve është minimal. Çmimet e perimeve në treg janë nga 60 deri në 80 lekë për kilogram, ndërsa qershia shkon deri në 350 lekë për kilogram. Na ka mbetur prodhimi në duar, thon fermerët, të cilët tashmë përballen me uljen e çmimeve me më shumë se 50% në këtë sezon vere. Për më tepër, dyshimet e konsumatorëve mbi cilësinë dhe naturalitetin e prodhimeve të serës kanë dëmtuar edhe më shumë besueshmërinë e produkteve. Fermerët kërkojnë ngritjen e një laboratori certifikimi të produkteve bujqësore që të garantonte cilësinë dhe origjinën biologjike të prodhimeve, duke rindërtuar besimin e konsumatorit. Jo të gjithë përdorin pesticide jashtë normës. Kërkojmë që dikush të na dallojë nga ata që dëmtojnë tregun me abuzime, shprehen prodhuesit e zonës. Në mungesë të masave dhe mbështetjes institucionale, problemet për fermerët lushnjar vetëm sapo thellohen, ndërsa një pjesë e prodhimeve bujqësore rrezikon të mbetet pa treg.